Këtu është horoskopi e hënë 15 dhjetor 2025 për ju. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Shumë në këtë periudhë po përpiqen të kapërcejnë problemet e lindura në të kaluarën dhe mund ta bëjnë atë. Ka kaq shumë gjëra për të bërë ose diftuar që papritmas të ndjeheni të humbur. Demi. Jeni shumë të zënë dhe përpiqeni të bëni shumë gjëra në të njëjtën kohë. Është më mirë të mbani larg ndërlikimet që nuk i keni krijuar. Binjaket. Ju mund të ndryshoni horizonte dhe të mendoni për diçka të rëndësishme. Ka të ngjarë që këto ditë ju duhet të harroni një gabim të pësuar kohët e fundit. Gaforja. Në këtë periudhë duhet të hidheni në nisma të reja, nuk mungon dëshira për të bërë, përkundrazi. Lajme në jetën afektive nga provat e bujarisë. Luani. Do të jetë pikërisht në punë dhe studime që do të ndjeni një ngarkesë të madhe pozitive dhe fat të mirë. Dhe për ata që kanë mbyllur një histori, një hapje e re ka të ngjarë. Virgjeresha. Nuk janë të pakt ata që kanë pasur, në ditët dhe muajt e fundit, të mbyllin një marrëveshje biznesi ose të përballen me një problem. Në marrëdhëniet me të tjerët ai përpiqet të imponojë ose sqarojë se çfarë ju dëshironi, lodhje në mbrëmje. Peshorja. Dita e konfliktit, ju duhet të kapërceni ndjenjen e vetmisë dhe frikës, edhe në shtëpi. Dikush ka qenë viktime e një dashurie, përpara se të lini një histori që vazhdon prej disa kohësh, mendoni mirë. Akrepi. Jeni të shqetësuar për paratë, nuk ka probleme të pazgjidhshme. Në dashuri, Demi dhe Peshqit mund të jenë shenja referimi, ju duhet të pushoni më shumë. Shigjetari. Sot ju duhet të bëni gjërat me qetësi për të shmangur rreziqet ose gabimet. Mund t'ju duhet të ndryshoni një plan ose projekt, por më shumë për këtë më vonë. Bricjapi. Do të jeni në gjendje të arrini katrorizimin klasik të rrethit dhe do të fitoni konsensus global në familje. Nëse keni ndërmend të bëni një blerje, merrni parasysh të gjitha të mirat dhe të këqijat. Një takim për të mos u nënvlerësuar. Ujori. Për ndjenjat që po kapni. Pranoni me dëshirë një detyrë që sjell shikueshmëri. Peshqit. Ata që kanë vite që punojnë në një kompani apo që kanë një projekt në mendje, detyrimisht duhet të rishikojnë gjithçka. Realiteti është se këto ditë mungon forca fizike. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.